Plan 30 ditor mësimi. Tregtim Olineva 3, menaxhimi i rrezikut të praktika e kontrolluar dita 20, veprimi 3 të llogarinë e provës të shkrimi i gabimeve. Dita 20 është dita ku fillon ndërtimi i ndërgjetshëm i përmirësimit. Këtu nuk mjafton më të respektosh rregullat, duhet të pranosh gabimet dhe t'i dokumentosh. Pa këtë hap, përvoja mbetet e cekët të përsëritja e gabimeve bëhet e pashmangshme. Qëllimi i kësaj dite është të kryesh veprimin e tretë në llogarinë e provës, të ruash rregullin vetëm një veprim në ditë, të shkruash gabimet me ndershmëri dhe qartësi. Pse veprimi i tretë është vendimtar. Veprimi i parë sjell emocionin e risisë. Veprimi i dytë teston qëndrueshmërinë. Veprimi i tretë zbulon modelet e sjelljes. Në këtë pikë fillon të duket. Nëse nxitohesh gjithmonë në të njëjtin moment, nëse e shkel të njëjtin rregull, nëse ke vështirësi të presësh, gabimet e përsëritura janë mësuesit më të sinqertë. 2. Përgatitja për veprimin e tretë. Përgatitja nuk ndryshon. Ajo duhet të jetë identike çdo ditë. Kontrollo me radhë. Drejtimin e tregut në grafik ditor. Zonën e mbështetjes ose rezistencës. Rikthimin e çmimit drejt zonës. Shenjën e refuzimit nga qirinj. Kuptimin e idesë së veprimit. Nëse një pikë mungon, nuk vepron. Rregullat vlen edhe kur ndihesh i sigurt. 3. Zbatimi i rregullit. Vetëm një veprim. Edhe sot. Vetëm një veprim. Pa përjashtime. Pa arstetime. Edhe nëse mendon se sheh mundësi tjetër. Disiplina ndërtohet pikërisht në këtë moment. 4. Hapja e veprimit dhe respektimi i kufive. Para hapjes. Vendos kufirin e humbjes. Vendos kufirin e fitimit. Sigurohu që raporti rrezik për fitim është i drejtë. Pas hapjes. Mos ndërhy. Mos zhvendos kufi. Mos e ndjek çmimin. Veprimi i qetë është veprim i pjekur. 5. Mbyllja e veprimit dhe ndalimi i veprimit të mëtejshëm. Pasi veprimi mbyllet, ndalo çdo veprim tjetër. Mos kërko të rikuperosh. Mos u vegjyko nga rezultati. Këtu fillon pjesa më e rëndësishme e ditës. 6. Shkrimi i gabimeve, pse është thelbësor. Shkrimi i gabimeve të detyron të jesh i sinqert. E kthen ndjesinë në fakt. Ndihmon mendjen të mos e përsërisë të njëjtin gabim. Gabimi i pashkruar përsëritet. Gabimi i shkruar korrigjohet. 7. Si të shkruash gabimet në mënyrë të saktë. Mos shkruaj me emocione. Shkruaj me fakte dhe qartësi. Përgjigju këtyre pyetjeve. A hyra shumë herët apo shumë vonë? A prita rikthimin apo ndosha çmimin? A ishte zona e zgjedhur e saktë? A respektova kufirin e humbjes? A pata tundim të ndryshoja planin? Shkruaj shkurt por sakt. 8. Dallimi mes gabimit teknik dhe gabimit të sjelljes. Gabim teknik. Zonë e vizatuar keq. Vlerësimi i gabuar i strukturës. Gabim i sjelljes. Nxitim, frikë, rakmi, mungesë durimi. Gabimet e sjelljes janë më të rrezikshme se gabimet teknike. 9. Çfarë duhet të bësh sot? Mos justifiko gabimet. Mos i fsheh ato. Mos i fajso kushtet e tregut. Mos i anashkalo shënimet. Qëllimi nuk është të dukesh i mirë, por të bëhesh më i mirë. 10. Çfarë duhet të arrish në fund të ditës 20? Në fund të kësaj dite duhet të kesh kryer veprimin e tretë me rregull. Kesh shkruar gabimet pa filtra. Kesh identifikuar modelet e dobta. Ndihesh më i vetëdijshëm për sjelljen tënde. Përfundim. Tregtari nuk rritet duke fshehur gabimet. Rritet duke i parë drejt në sy. Kush shkruan gabimet, përparon. Kush justifikon ngec.